askush nuk mund ta përballojë dëshkimin e Allahut të lartësuar. Dhe në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadithin e saktë që transmeton Imam Muslimi, tregohet se profeti sallallahu alaihi wasallam viziton një person që ishte smur. Viziton një të smur dhe në hadith tregohet që ishte dobësuar shumë. Dhe i thotë që a bëje ndonjë lutje, a kërkoje diçka më parë nga Zoti yt? Dhe ai i thotë që po, i kam kërkuar Zotit që në dëshkimin e botën tjetër të ma shpejtoj, pra vuajtjet që mund t'i kem në botën tjetër, mi shpejtoj në jetën e kësaj dynjaje. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë subhanallah, la tutiqu, nuk mundesh ta përballosh këtë gjë. Pra nuk është diçka e mirë ta bësh dua që Allah ma shpejto, domethënë ndëshkimin apo vuajtjen. Afala qult Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, për thuaj o Allah, më jep prej mirësive të kësaj bote, mirësive të botës tjetër dhe më mbron nga dëshkimi i zjarrit. Dhe vëllezër dhe motra, kjo dua përmbledh të gjitha mirësitë e kësaj bote, për të cilat njeriu ka nevojë, dhe mirësitë e botës tjetër, që është fitimi i xhennetit dhe lumturia e përjetshme. Po kështu shpëtimi nga dëshmia e Allahut subhanahu wa ta'ala.